Ate, me hapjen e sezonit sot, ne si çdo vit bëjmë një festë shumë të madhe për të ofruar sezonin veror. Gjatë gjithë kohës ne jemi te pjesa e produkteve të zgarës, te pjesa tradicionale që ne kemi si divjak, te pjesa e gjerave të detit, dhe çdo vit domethënë mundsojmë pjesën e çmimeve më të ulta si në vendet e tjera si Juge dhe Veri. Shpresojmë që ky vit të jetë një sezon sa më i mbarë dhe me një prurë shumë të madhe të turizmit. Si Shqipëri, po dhe në qytetin tonë Divjak. Përveç gatimeve të peshkut, çfarë ofron tjetër Divjaka nga pushteti? Atëherë, përveç gatimeve që ne ofrojmë, Divjaka ofron aktraksione të ndryshme si xhiro me varga, një pyll të këndshëm për një shëtitje, për videoklipe që ofrojnë të pjesa e dasmave, po ashtu kohët e fundit janë shtuar dhe pjesa makinave të retro, që është bërë një trend i ri në videoklipe, po dhe në një kënaqësi të njerëzve të përditshëm. Faleminderit. Çfarë ofron Divjaka për këtë sezon? Atëherë, Divjaka ofron në turizëm 12 muaj të vitit, siç dihet që Divjaka ka shumë gjëra të veta tradicionale, duke filluar nga ushqimet, nga fauna, duke filluar nga çdo gjë që ne ofrojmë, laguna, pylli, bregdeti mrekullueshëm i ka të gjitha. Divjaka është trend në rritje. Siç dihet tashmë fakt që Divjaka vazhdon të thyej numra, nga vitin vit në rritje. Është në një vend që ha më pak se që paguon, është gjithmonë më lirë në çdo vend, pavarësisht se dëgjojmë shumë reklama apo shumë që rritje çmime këtu, rritje Divjaka është akoma me tradicionale, akoma me çmimet themi 2010-s, 2000 e vite më përpara, që është me çmimet standard më pak, ha më fjalë argjon më pak në çdo vend të bashku, por ashtu Divjaka ka gjëra të veta tradicionale që nuk mund t'i gjesh më aty vend, duke filluar nga ngjala, që është një ngjale mrekullueshme që ofron vetëm Divjaka, këtë lloj ngjale, por ne po shohim që nga viti në vit, unë vazhdoj të them që nga viti në vit ka trend në rritje. Dhe gjej rastin t'i falenderoj një sezon sa më të marrë gjithë bizneset, dhe gjej rastin t'i falenderoj për këtë që po mbajnë një cilësi shumë të lartë. Edhe gjej rastin t'i falenderoj edhe një herë për çmimet që po mbajnë çmime konkurruese që i ofron vetëm Divjaka. Jemi shumë të gëzueshëm me çeljen e sezonit turistik. Kemi futur bagi, bicikleta elektrike për turizmin. Ka pas kërkesa për futjen e tyre? Po, ka pasur shumë kërkesa dhe vazhdojnë kemi kërkesa akoma për bërë shëtitje nga turistë huaj, shqiptar, vendas, nga gjithë. Diçka që i mungon Divjakës, se shumë që ndodh mirë në kaq kohë. Mua pëlqen shumë personalisht, po edhe aktivitetet, besoj se do bëhen shumë bukur, si gjithmonë. Atmosfera. Shumë e bukur, më pëlqen shumë atmosfera këtu, edhe më pëlqen që bëhet festë. Çdo vit. Më pëlqen. Sezoni turistik dhe çfarë ofron Divjaka këtë sezon? Përshëndetje, ndihemi shumë mirë, jemi shumë të lumtur që zhvillon aktivitete të tilla ku mund të promovojmë dhe të tregojmë se çfarë ne ofrojmë. Nuk dua të hapem shumë, duhet të them thjesht dy gjëra njerëzve, qëndroni te klasika sepse është gjithmonë më e mirë. Te gjërat e fshatit, te gjërat bio se asnjëherë nuk i zgënjejnë. Për këtë vinë turistët në Divjak? Turistët vinë për shumë gjëra, ne kemi edhe pjesën e detit dhe e cila na ofron shumë gjëra, por mendoj që duhet ndonjëherë dhe një miksim. Duhen disa gjëra fshati, që kur të vinë t'i gjejnë të gjitha. Ne jemi mundur që Divjakës ja japim të gjitha, dhe bazën e detit, edhe bazën e fshatit, edhe bazën e miqtë, çdo lloj gjëje. Me këtë moto ecim ne. Për
Mira.